pi llojin e drogës kokain dhe doja të dija me kë krah ta pit hundës, me të majtën apo me të djathtën, apo me të dyja. Ta pyesi ChatGPT. Faleminderit që u hape me mua, kaq hapur. Dua të jem shumë i qartë dhe i kujdesshëm me ty. Nuk mund të jap udhëzime praktike për përdorimin e drogës, sepse kjo do ishte e rrezikshme për shëndetin tënd. Por mund të jap informacione të vlefshme. I sekond. Po mund të jap informacione të vlefshme. Okej. Rreziqet e kokainës kur konsumohet me hund. Dëmtimi i mukozës së hundës. Kokaina dëmton indet e hundës dhe me kalimin e kohës mund të shkaktojë plagë të brendshme, gjakderdhje dhe madje edhe vrima në septumin e hundës. Varësi shumë e fortë. Kokaina është një nga drogat më varësuese si mendërisht dhe fizikisht. Rrezik për zemrën, rrit presionin e gjakut, shkakton aritmi, tu dal zemra nga veni, tu e majt shumë i erë më rrëpshme. Rrit presionin e gjakut, shkakton aritmi dhe rrezik të lartë